Imamët shqiptar që mbrojtën Adheun nga serbët, kush ishin hoxhallarët shqiptar që luftuan si luan kundër serbëve. Përse nuk flitet për ta? Kur Pazari i Ri dhe Senica ishin të kërcënuara me shfarosje nga çetnikët serb, Mulla Jakub Efendiu organizoi menjëherë Rozhajasit dhe ata të Bishevës dhe gjithashtu e informoi mikun e tij në Kosovë, Shaban Polluzhën, duke kërkuar prej tij që menjëherë t'u vijë në ndihmë banorëve të Pazarit, sepse ishin të rrezikuar nga çetnikët. Këta dy njerëz, përveç Aqiv Blytës, Xhemail Koniçanit e vëllezërve Dresheviç Dreshaj, luajtën rol kyç në mbrojtjen e Novi Pazarit nga çetnikët serb. Lufta për mbrojtjen e Sanxhakut lindor në plan të parë kishte karakter humanitar e njerëzor, por gjithashtu vullnetarët të prirë nga Shaban Polluzha, i cili rreth vetes kishte komandant, për krah tij kishte edhe prisit fetar, Mulla Jakub Kombin, Mulla Zeg Bërdynën, Ilaz Spahiun, Hoxhën e Brojës, mandej Sak Fazlin, bajraktarin e Rrugovës, të cilët me këtë veprim mbrojtën edhe shqiptarët që jetojnë në këto anë, përkatësisht luftuan për ta mbrojtur pikën më veriore të trojeve shqiptare. Lufta e forcave vullnetare shqiptare nën komandën e Shaban Polluzhës, Bislim Bajgorës, Pajazit Boletinit e tjerë, ishte arritur deri në pjesët më veriore të territorit të Sanxhakut, të banuar me shqiptare bosnjak. Shqiptarët Trima, me të arritur në Duga Polan, fshati më verior i banuar me popullsi muslimane shqiptare, njësive, gjegjësisht forcave ushtarake dhe banorëve, atyre ju drejtua me një fjalim të shkurtër, po me një autoritet të pakontestueshëm. Komandanti i tyre legjendar, Shaban Polluzha, i cili u tha: "Të nderuar vëllezër, kemi ardhur këtu për të kryer një mision të shenjtë. Jemi këtu për të mbrojtur familjet e rrezikuara nga çetnikët e tërbuar. Ju, siç jeni në dijeni, kriminalët serb kanë vrarë, masakruar popullatën e pafajshme të kësaj ane. Ne, kur kemi pasur mundësi, gjithnjë kemi ndihmuar popujt e rrezikuar. Prandaj në këtë kontekst duhet kuptuar misioni, i cili në plan të parë ka karakter humanitar e njerëzor. Por me këtë mbrojmë edhe një pjesë të shqiptarëve që jetojnë në këto anë. Uroj që luftat na shkojnë mbar dhe besoj se kemi forcë dhe moral që t'i dëbojmë hordhit çetnike nga Sanxhaku i përgjakur." Mulla Ilaz Broja Spahiu. Një krah i forcave vullnetare erdhi nga Peja, Rrugova. Në mesin e shumë burrave nga kjo anë ishte Mulla Zeg Bërdyna. Për mbrojtjen e Pazarit u zhvilluan shumë betejë. Mulla Zeka u shqua në mesin e vullnetarëve si një burr trim, i dashur, i mençur, që dinte ti motivonte gjithnjë luftëtarët në momente të vështira, duke u përkujtuar se për kombin duhet të luftohet, sepse këtë e thot edhe Zoti. Sipas pazarakëve, një nga njësitë vullnetare që bëri luftë të pa kompromis, që u dallua për trimëri e strategji luftarake, ishte ajo e hoxhës së urtë e trim, Mulla Zeg Bërdynaj, nga Radafci, i cili u dhishte 400-500 vullnetar. Por sulmi çetnik vazhdoi edhe më 21 nëntor të vitit 1941, dukshëm me forca më të mëdha. Atëherë u dogjën të gjitha fshatrat muslimane nga Pozhega deri në Vučenić. Megjithatë, qyteti përsëri është mbrojtur me sukses. Bilanci i viktimave ka qenë 42 çetnik të vrarë, 26 mbrojtës të vdekur, të plagosur 45 njerëz. Çetnikët vran 20 njerëz të pafuqishëm, gra dhe fëmijë. Mulla Zeg Bërdyna. Megjithatë, sulmi çetnik nuk pushoi. Madje sulmi vijues ishte më specifik. Me fjalë të tjera, çetnikët u shërbyen me mashtrim, duke i njoftuar gjermanët se pazarin e ri Kinse e kishin në dorë partizanët komunistë. Prandaj gjermanët u nisën më 4 dhjetor të vitit 1941, diku rreth orës 9, për ta sulmuar qytetin bashkë me çetnikët. Por ndërkohë e kanë kuptuar se janë mashtruar dhe janë kthyer në rashk. Së bashku me ta janë kthyer edhe njësitë çetnike. Më 7 dhjetor të vitit 1941, kur gjermanët u kthyen në qytet, u pritën me entuziazëm nga serbët dhe bosnjakët. Ky fakt e ilustron situatën specifike dhe të komplikuar. Thimi i tyre shënoi edhe fundin e konflikteve të përgjakshme, bilanci i të cilave ishte me humbje të mëdha. Në mesi i korrikut deri në fund të dhjetorit të vitit 1941,
humbën jetën gjithsej 756 bosnjak, serbe shqiptar, u dogjën 2792 shtëpi, më së shumti pësuan teritoret e komunave të paraluftës, Požega, Trnava, Rajetiqi, Deževa, Postijenjë, Bijele Vode dhe Nikolaç. Por edhe në momentet e rreziqeve më të mëdha, erdhi në shprehje Merhameti musliman. Në qytet nuk ka pasur asnjë familje serbe, e cila nuk e ka pasur ndonjë kujdestar për sigurinë e tyre dhe rojtar. Nganjëherë në këtë detyrë humanitare ishin të angazhuara familje të tëra. Këshilli për mbrojtjen e qytetit, me në krye Aqiv Blytën, mori vendim që 420 serb të qytetit të vendosen të strehohen në ndërtesën e burgut të qarkut të Pazarit të Ri dhe në këtë mënyrë të jenë të mbrojtur dhe jeta e tyre të jetë e sigurt. Posaçërisht për realizimin e kësaj detyre u dalluan muslimanët, me në krye komandantin Mullah Jakub Kombi, Kardoviç, nga Bisheva, i cili erdhi në ndihmë të kryeqytetit të Sanxhakut me qindra bashkëluftëtar të armatosur nga Krajina, Erozhajës dhe Bisheva. Ky aksion është realizuar me 6 dhe 7 nëntor dhe ka zgjatur deri më 7 dhjetor të vitit 1941. Jakub Kardoviç, në mesin e shqiptarëve i njohur me nofkën Kombi, u lind në vitin 1869 në Rozhaj. Vjen nga një familje e ulemave. Jakubi u diplomua në medrese Rushdi të Shkupit dhe është njëri nga 3 medresantët e tër trevës së Rozhajës, që atëherë e përfundoi medresen. Përveç shqipes fliste dhe shkruante turqisht, persisht, arabisht, gjermanisht, italisht dhe bosnjakisht. Lufta e dytë botërore e gjeti në Tutin, ku ai shërbeu si kryetar komune në 2 mandate. Aty krijoi një miqësi të madhe me banorët e zonës 3 kufitare të rajonit të Sanxhakut. Kur Pazari i Ri dhe Senica ishin të kërcënuara me shfarosje nga çetnikët serb, Mullah Jakub Efendiu organizoi menjëherë Rozhajasit dhe ata të Bishefës dhe gjithashtu e informoi mikun e tij në Kosovë, Shaban Polluzhën, duke kërkuar prej tij që menjëherë t'u vinë në ndihmë banorëve të Pazarit, sepse ishin të rrezikuar nga çetnikët. Këta 2 njerëz, përveç Aqiv Blytës, Xhemail Koniçanit e vëllezërve Dresheviç, Dreshaj, luajtën rol kyç në mbrojtjen e Novi Pazarit nga çetnikët serb. Mullah Jakub Kombi, Kardoviç. Pas sulmit të parë të çetnikëve mbi Pazarin e Ri, 4 nëntor të vitit 1941, thirrjes së Aqif Efendiut i ishin përgjigjur Shaban Polluzha me 3200 dhe Mullah Jakub Kombi me rreth 2600 luftëtar. Mullah Jakub Efendiu, si një hero, ka qenë njeriu më besnik i Aqiv Blytës. Gjatë sulmit çetnik në Novi Pazar, Aqiv Blyta ja ka besuar 420 serbët lokal të moshuar gra e fëmijë, të cilët i ka streuar në lokalet e gjykatës së qarkut dhe në burgun e Novi Pazar, nga hakmarrja që mund të ndodhte ndaj tyre për krime të kryera nga ana e çetnikëve në këtë periudhë. Rreth Rozhajës, pas përfundimit të luftës, kishte disa grupe të shqiptarëve që ishin fshehur në male, Haile, Ull, Buxhov e Gjet. Për Mullah Jakub Efendiun kishte informacione se ishte fshehur në shtëpinë e tij në Rozhaj. Është interesant të theksohet se komunistët e përshkruanin kështu: qëllimi ishte të kapet i gjallë dhe të dorëzohet tek autoritetet përkatëse për gjykim, për shkak se ishte natë e errët dhe ai nuk ishte i lidhur. Në një moment provon të ikë. Luftëtarët kanë reaguar shpejt dhe e vrasin. Megjithatë, qytetarët e vjetër pohojnë se në fillim të vitit 1945, një grup i partizanëve, në mesin e të cilëve ishin disa komunistë të Rozhajës, shkuan në drejtim të shtëpisë së Mullah Jakubit për ta arrestuar. Megjithatë, ai nuk u dorëzua, siç thuaj, në shtëpinë e tij. I kishin thënë se janë të detyruar ta burgosin dhe se duhej ta gjykonin si përgjegjës për vrasjen e vëllezërve Amzagaj në Tutin. Tashmë ishte e qartë se çfarë po ndodhte. Partizanët ishin të habitur nga paraqitja e tij dhe njëri prej tyre kishte komentuar: "A është e mundur që ky njeri i vjetër bëri çuditëra të tilla?" Në rrugën nga shtëpia e tij drejt ndërtesës së qeverisë së re, në udhkryq të urës kryesore të Ibrit, në bregun e majtë të lumit Ibër, njëri nga partizanët me pushka automatike i shtiu brutalisht mbrapa shpine dhe e vrau. Vrasja e Mullah Jakub Efendi Kardoviçit në vitin 1945
Ishte vendimtare për të gjithë hoxhallarët e trevës së Rozhajës. Ishte një sinjal për t'u atërhequr vëretjen që të merren vetëm me punën e tyre. Pastaj vjen periudha kur shumica e Kardoviqve u shpërngulën në Tutin, në Novi Pazar, në Shkup dhe në Turqi. Mumin Efendi Haliti. Mumin Efendi Haliti, nga Slupçani i Kumanovës, i shkolluar në Al Azhar në Kairo. Aty ishin duke vepruar reformistët më të mëdhenj të kohës, nga të cilët absorbuan të arriturat bashkohore të interpretimeve fetare dhe të kulturës islame në përgjithësi. Pas shumë sfidave me të cilat e sprovonte jeta, ai arriti që sheriatin ta praktikojë në mënyrë institucionale, aq sa ja lejonin rrethanat. Jeta e tij përfundoi në përfundim të luftës së dytë botërore në Pazar të Ri në mënyrë shumë tragjike, duke u martirizuar bashkë me familjen e vet. Për kontributin e Mumin Efendi Halitit deri vonë, për arsye të ndryshme, është diskutuar fare pak. Falbijës së tij, Refa Hetës, e cila e vetme nga familja u shpëtoi bombardimeve të Aleancës, kemi arritur të mësojmë për këtë personalitet shqiptar, që punoi e jetoi në Pazar të Ri. Në intervistë dhënë për daraniapress.net, ajo tregon për rrugën që kishte marrë për të shkuar në Drenicë e Gjetiu për të kërkuar ndihmë për mbrojtjen e Pazarit të Ri nga sulmet çetnike. Refa Hetja tregon se si nëna e saj që nga mëngjesi filloi t'ia thurë Mumin Efendiut një xhember prej leshi dhe e mbaroi në mbrëmje, për shkak se ishte ftohtë dhe ai kishte për t'u thtuar me kaq gjatë tërë natës deri në Mitrovicë. Nga kjo kuptojmë se në këtë moment delikate dhe vendimtar për Pazarin e Ri dhe tërë Sanxhakun, Mumin Efendiu e kishte vënë veten në shërbim të një misioni të lartë patriotik dhe besa edhe shumë të rrezikshëm. Po ashtu, nga kjo nënkuptojmë se Mumin Efendiu ka qenë njëri shumë i besueshëm i Aqif Blytës dhe se ai duhet të ishte njohur mirë edhe me Shaban Polluzhën, gjë që është shumë normale, pasi që Mumin Efendiu para se të shpërngulej në Pazarin e Ri kishte punuar gjykatës sheriati aty, por edhe kishte gëzuar autoritet të lartë në rrethin e klasës intelektuale dhe politike të asaj kohe, fillimisht në sajt të Qamil Beut, e pastaj edhe me angazhimin e vet. Roli i Mumin Efendiut ishte gjithashtu shumë i madh në mbrojtjen e popullsisë civile nga të dyja palët e përfshira në luftë. Me rastin e Akmarrjes, për vrasjen e Qilergjicit, i cili kishte qenë me prejardhje shqiptare, të cilin e kishin vrarë çetnikët e Rashkës, sulmuesit për tu Akmar ishin futur thellë në Rashk dhe vrasin shumë çetnik. Por nga mlefi i madh që kishin pasur, kishte ekzistuar rreziku që të kishin vrarë edhe civil. Për ta angazhohet Mumin Efendiu dhe ndërmjetëson që të mos vi deri te një gjakderdhje e madhe në radhët e civilëve nga të dyja anët. Këtë intervenim të Mumin Efendiut e potencojnë edhe autorët serb. Autori Milutin Zhivković shkruan: në mesin e muslimanëve të Pazarit të Ri, që hapta zithiren që të mos vriten civilet nga të dyja palët, ishte edhe Mumin Efendiu, gjykatësi sheriatik, që u vra në bombardimet e aleatëve në vitin 1944. Gjatë kohës që kishin qëndruar vullnetarët në Pazar të Ri, ata ishin në gatishmëri nga rreziku i sulmeve të papritura të çetnikëve, të cilët sa herë që bëhen ndonjë marrëveshje për armpushim, ata i thyenin si zakonisht. Vullnetarët shqiptarë kishin vënë Pazarin e Ri në shtetë rrethim të plot, kishin bllokuar çdo lëvizje. Me këtë rast, Aqif Blyta kishte kërkuar nga Mumin Efendiu që të shkojë të merret vesh me luftëtarët që ta pezullojnë këtë mas. Pas ndërhyrjes së Mumin Efendiut edhe fjalimit që ua kishte drejtuar vullnetarëve, u bë që të arrihet një marrëveshje e brendshme dhe në Pazar të Ri të filloi të rrjedh jeta normale. Këto edhe shumë veprime të tjera të Mumin Efendiut tregojnë se ai vërtet ka qenë një njeri që gjithmonë i ka qëndruar pranë popullit, në të mirë e në të keq. Ka rrezikuar jetën e tij për interesin e përgjithshëm. Në paqe e në luftë i ka prirë popullit, pavarësisht rreziqeve. Por, në gjithë to përpjekje të bosnjakëve të shqiptarëve për ta mbrojtur Sanxhakun, përpos përkushtimit të madh, ka qenë prezente edhe ndihma e Zotit, si zakonisht kur besimtarët e gjejnë veten në situata të atilla. Kishte treguar kushuriri i Qamil Beut, Emin Beu, një rrëfim që ja ka treguar një serb pas luftës. Ai kishte thënë se kemi qenë në pozicione luftarake dhe papritur, erdhi një ushtri e madhe me kuaj të bardhë. Ne të gjithë ikëm, kurse komandanti e vrau veten, ndërsa një tjetër u çmend.
Emin Beu i kishte thënë serbit se ne jo një ushtri me kuaj të bardh, por as një kal të bardh nuk kishim atëherë. Ja pra fati i Mumin Efendiut ishte shumë i ngjashëm me atë të vllajt të tij, Mulla Sadikut, i cili gjithashtu kishte qenë në krye të popullit në situata të ngjashme, në luftë kundër komunistëve dhe çetniko-bullgarëve gjatë luftës së dytë botërore. Zoti pas mëshiruar këta imam, trima të mëdhenj që dhanë jetën për liri e pavarësi. Tekst i marrë nga syri.net.